Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe paralajmëron peticion online kundër migrantëve në Maqedoni. Filipçe tërhoqi vërejtjen edhe për përvojat e Evropës, ndërsa siç thot, statistikat evropiane tregojnë se me politika të gabuara të integrimit të refugjatëve ndodhin probleme të mëdha në shtete dhe shoqëritë ku ata vendosen. Ai nënvizoi se çmimi i këtyre politikave do të ishte i lartë dhe u bëri thirrje qytetarëve të kyçen për ruajtjen e sigurisë së vendit. Дали ова цената што треба да се плати за да се добие кредит од 6 милиарди евра, кои ќе го плаќаат многу следни генерации, следните децении, за да оваа влада тие пари ги потроши на договори во 4 очи. Не смееме да дозволиме насилно внесување на мигранти во нашата земја. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија. Nga ana tjetër, VMRO DPMN sërish mohon se ekziston ndonjë marrëveshje me Britaninë e Madhe për pranimin dhe vendosjen e migrantëve në territorin ton. Одговорно, како ВМРО ДПМН, тврдиме дека нема да има никакви мигранти во Македонија, нити пак има некаков план за воиднина. Јавност и граѓаните да останат смирени, бидејќи се додека ВМРО ДПМН е на власт, мигранти во Македонија нема да има. Tema e migrantëve ndezi atmosferën politike në Maqedoni pasi disa media britanike, mes tyre edhe Telegraf, publikuan se mes Britanisë së Madhe dhe Maqedonisë kanë zhvilluar negociata për pranimin e migrantëve. Sipas Telegraf, përveç Maqedonisë, pëlqim ka edhe nga Kosova, ndërsa Bosnia Hercegovina dhe Shqipëria për arsye sigurie kanë refuzuar një gjë të tillë. Sipas marrëveshjes, për çdo migrant të pranuar, Maqedonia do të merrte rreth 25.000 funte nga Britania e Madhe.